Qeveria e Kosovës e ka miratuar nismën për lidhjet e marrëveshjes së kornisë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ministri i Mbrojtjes Ejupe Maqedonsi tha se kanë marrë garanci nga SBA-t se nuk do të ketë largim apo reduktim të trupave të tyre nga misioni i KFOR-it. Ne do të vazhdojmë që të diskutojmë me partnerët tonë në NATO që edhe NATO si institucion në të ardhmen e afërt të njohë mandatin e ri të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Çka është për të theksuar këtu është fakti që në kuadër të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës, NATO ka një mision të veçantë që kryen përmes një ekipi që quhet ekipi ndërlidhës dhe këshillues i NATO-s. Ne po vazhdojmë të kemi konfirmim që ushtria amerikane do të jetë prezent në kuadër të KFOR-it. Përveç prezencës ushtarake amerikane në kuadër të KFOR-it, ne jemi të interesuar dhe po vazhdojmë që të diskutojmë pikërisht me SBA-t për prezencë ushtarake amerikane dhe jashtë mandatit të KFOR-it, pra në aspektin bilateral, duke qenë pjesë e aktiviteteve të përbashkëta me Forcën e Sigurisë së Kosovës në Republikën e Kosovës. Pra në dy drejtime jemi duke diskutuar prezencën ushtarake amerikane. Një që ndërlidhet me vendimarrjen e vet tyre për të vazhduar të jetë pjesë e KFOR-it, dhe e dyta përmes bashkëpunimit që kemi në aspektin bilateral, duke edhe në mundësi vetës, por edhe SBA-ve që të kemi prezencë në Republikën e Kosovës si në aspektin e trajnimeve, por edhe ashtu shfrytëzimit të hapësirave tona për qëllime të përbashkëta. SBA-t do të mbështesin Kosovën në ndërtimin e kapaciteteve strategjike ushtarake, duke përfshirë edhe mbrojtjen ajrore e ndërtimin e flotës së helikopterëve. Periudha e mbështetjes së SBA-s sipas marrëveshjes pritet të jetë nga tani deri në vitin 2028, ku edhe po mbyllet faza e tretë e transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtri.